motorsekla. Po, siç ma ke treguar, po. Erdha këtu një paleq ka ishin. Atëherë pra gjymë ditën të mos kishte bërë javë djalin nga uri. Pastaj bëra gjymë nga rezervuar ju qetësi e madhe. Unë ta çfarë par makinë, unë s'ka fituar çat natë. S'ka fituar çat natë. Po mirë, edhe tabulate telefonike. Do një makinë kur të kalon sa ndërza. Ç'është makinë rrugë gjatë andaj. Ç'e ke pa. Nëse s'ka kalu makinë, më çka kanë ardhur? Unë si që dëshmoja jo kemi arë midaj maneqë, tha. Rrugën e di një unë këtej, tha. Po ti ke thënë që s'ka rrugë ndi? Unë të thash një ta ku që ka rrugë. Jo rrugë e pakalueshme. Është eto. Damjanec nuk shkruan në asnjë vend këtu. E po shkruan pa, kështu kishte në sekta. Damjanec? Dhe Manec. Gjenda e Manec është më asfalt. Se i kam lexuar gjitha dhe nuk më rezulton. Pastaj as 1 kilometër gjysmë nuk është rezervuar i. Po mirë, si janë lidh me telefon? Se me telefon nuk rezulton, ja. Këtu vetëm telefonat që është që ne bëm mirë që telefon në atë kohë, që vajta motosikën në cënuan, vajta motosikën të të rëzik që në tu që është realit. Një shife se këtu s'ka, po. Këtu s'ka, shtu flet vetëm për Bledi Anxhën. Në datën 21/2 i konati shtetasit Bledi Anxhë ka dhënë deklarime dhe ai për pjesën e telefonit të Bledi Anxhës. Këtu ka fol Miranda Pajollari. Te telefonat, a ka bërë më telefon tjetër? Mbasi e ju kërcënuan këtu brenda? Kur vajtën me një motorsikën, ishin bërë ftesë këta. Po. Kupton ti, ky me të bërë ftesën këta dhe bënë gjymë ikën. Ikën Martini? Ikën. Kur dinë që nga podrumi unë qojdo një paleq, atëherë qoj motorsikën kambu me madhin e dorës. Se kësha se mos ishte mbytur vetë. Se tha unë do mbytën në ditë, se dha goda leka. Rreth 5-6 milion, si s'kam thënë nga Johnny Potka e këtej. 5-6 milion? 5-6 milion, po s'kur në tjetë një dhe haqe, mos beshe kjo. Po, e kishte shpreh këtë pjesën që mund të mbytesh e vetë nga dëshpërimi? Po si ore, ka qenë prill. Se vajti që mërë të prad, se më tha më babi tha, të kyn Erzati Blacës, sa Martini tha, ti në tha vetë më Bledi Anxhë ta bënë, tha, se ka kunat, tha. Po do ka i leka, ju atja dhe lekat gosko, tha ishe këshu për dhe leka. Se vetë i mbante lekat. Pasaj më thonë din më babi, Johnny Potka më bëri blok. Se kështë mistja bënde Johnny Potka, se i dha parata. Ky vajti i konte parat, ky tha do më duke shta po se i ke punën. Kush i tha? Johnny Potka. Po mirë, po Rezar Dokolli, ku hyn këtu? Ja, jo ku hyn në këtë bisedë. Ja be i tha, për Johnny Potkën, i me bënë tha, atë që ka kunat, tha. Pasaj ki umë rëzit, para i mori ande para këtej, me të motorni thashe babi, jo, tha të vinjëva. Kur vite me duk nga diga, dhe kalon, tha. Babi tha, unë do t'ime dhe rezervova, se kur, tha, po qarë ke e bërë, më që shërngova një, reo mirë, tha, ikë tha mua. Po qarë ke me bishë, tha, si ke punë. Ndajnë tha ka qenë prill. Unë do të hidhem, pra, unë do e këshikoj kur kaloj ati dhe po, se kur tha do të hidhem, po qarë ke mor djarë, ta shumë rezorës të maj, tha mu, qarë ke? Në prill? Prill ka qenë, se bam leka këtej, se gjithë në rrugë shketi. Dhe ti, pasaj, unë prashinja këtu në ara këtu poshtë, këtë nga Korça, hinde kërkonte këtë paratë, kësë ja epte. Pasaj më në fundi... Kush ja kërkonte? Ja kërkonte djali. Gjoni? Gjoni ja kërkonte... Apo Rezardi? Ja kërkonte... Martini ja kërkonte Johnny Potkas. Kë pasaj binde i mërzitur motor që ande nga rezervuari. Unë prashinja në kara këtu. Ku do vesh më djallë? Po që kjo ti nga do vetë unë? Ka që më thoshe të prashit një afër rrugës. Sa ju të në shpi djallë më motor, dhe ti unë bëja gjymë nga rezervuari. Qarë ka bërë? Po në beqim si të shumë, kur vite më motor, e zotë e rri thoshe unë. E kishe fri që mund të mbytesh e vetë? Kishe fri që mos mbyte. Sa ju të në shpi, për pjetën e nga rezervuari. Ky kështë bërë gjiro nga diga, ande të dukshin gjurë më të ishe pak si bartë. Gjiro, ande i gjiro, këti më të shkon të rëndrate, vinë në shpi. Deshe të bënd të vetat punë. Po mirë si e shpjegon faktin që ai autorët e kanë vrarë në të njëjtën mënyrë që ai është shprehur se do vetë mbytej. Ja, si ka mundësi. Si e shpjegon këtë? Unë nuk u shkonte dërmete të kishin erë ata. Të i thash, unë rëzikë që të lotu të keq një babi, thash unë.
ka që puna ti me babë kësa për qante. Ura në divan të ti. Në ke mua të shumë i sloga gjohë, në ke mua qarë ke dhe braj gjëmë të drumë, rëzik të në roto, unë bënja sa me motosekët, bënja datë mos i qitu. Që se qoshim me motosekët, bënja gjëmë dë një në kshili. Te policia? Në kshilë pas e lërë mund dhe policive i kabin që se i qini. Po mirë, nga Mariani, me logjik, për të ardhë këtu, edhe rrugën që thot policia me Tina Pajollarin, dëshmi të cilën e ka kundërshtuar pastaj, do 2 orë i gjysmë për të ardhë. Nga Mariani. Që ka që këte do të jo, nëse kanë ardhur. Kjo tha e vetë, e lamë rrugë atë urën e qamollin ka djafta. Pas e të koqë dhe pidhë nga damaneti, kurse këte tha me një vetë rrugë, tha. Mirë, a e ke parë intervistën që i ka marrë një vajzë, një Tina Plepi, të kujtohet? E di atë. Ka fol në darkë ajo, në orën 7 dhe në 7:49, e ke parë? Ajo tha kanë fol 49 minuta, atë natë, me Martinin, dhe Martini tha... Ka qau. E ke parë? Ta ishte shumë i ngarkuar emocionalisht. Pra, me ato djalin e Blacës e ke parë që ka folur? Jurgen? Janë Nipi Rezardo Kollit, Ardit... Ta shimë rraveshëm. Jurgen, dhe një Malbor 3 persona. Njërin prej tyre ne e kemi marrë në telefon, ai që ka qenë pronari i numrit telefonit, dhe ai ka thënë djalin Martinin e ka marrë në telefon, e ka marrë Nipi Rezardo Kollit me numër të fshetë, dhe janë tallur së bashku me shokun e vet. Dhe i kanë thënë, po atë natë, datën 12 po flasim. Dhe i kanë thënë Martinit që do pim do një kafe te Panda, do martohemi bashk, dhe ky thot, më duket thot se e kanë kërcënuar, por nuk e di. Janë 3 djem nga kanë qenë në atë kohë, kanë qenë 16 vjeç ata personat. Dhe thot, numrin e telefonit ky Nipi Ardit u largua disa muaj nga Shqipëria dhe është marrë në pyetje vetëm pasi kam dhënë unë deklarim dhe kam thënë, por janë 3 persona që kanë folur atë natë. Dhe telefonata di kur është bërë? Në orën 19:56, 7:56 në të ngrysur. Në të ngrysur kanë qenë. 2 telefonata dhe vinë njëra pas tjetër. Tina Plepi vjen dhe djemt e Blacës. Tina Plepi është me Messenger, me Facebook. Tina Plepi ajo, pa ajo ka qenë në Greqi, është e provuar që ka qenë në Greqi atë natë. 49 minuta. Ta 3 djemt e Blacës, njëri prej tyre është Nipi i atij, e kupto sa ngatruar është? Bëj cigaren, s'ka problem. Dhe po ata 2 prej tyre s'kan ardhur në gjykatë për të dhënë dëshmi. Jurgen dhe Malbor kanë dhënë në fazën e parë dhe siç ke dhënë ti në gjykatë tani, që të morën, do duhet vinin ata kanë ikë në Greqi. Kjo nuk është për t'i fajsuar, se ne nuk e dim çfarë lidhje ka, por të treguar. Ja ku është fëmijët e Blacës, ja ku ke. Unë them taku, mos e ke bërë i Blacës. Tani, ajo... Lidhur me këta ata, shë i ka thënë ore, neve jemi ngatruar, e jemi ngatruar që kini marrë parat, merreni vrijeni. Nëse ka varë këj Blacës, të Erzati. Pas me këtë Nipin e... Ka një gjë interesante në këtë pjesë. Rezardo Kolli me numër telefoni rezulton në Kolanecat natë, numri telefonit ti, kurse vet ai rezulton që është në Greqi. Atë natë ke parë në i ta hafërën të Rezardo Kollit këtu? S'kam vërë. Ademin, Rezartin... Nuk i kam parë. Si ke parë ata?